Përplaset edhe akuzat e shumta ndërmjet opozitës dhe pozitës kanë vazhduar edhe në kuvend, ku më të zëshmit ishin deputeti Bashkimit Demokratik për Integrim Blerim Bexheti dhe kryeministri Kristian Miskoski, të cilët u përplasën për një sër çështjesh. Në seancën për pyetje deputetësh, Bexheti kërkoi nga Miskoski që t'ju kërkoj falje shqiptarëve për sjelljen si shta arrogante, ndërsa tha që të mos mendojnë se ju friksohet dikush. Sot a ke guximin dhe kurajon t'ju kërkoj falje shqiptarëve me gjithë këtë sjellje arrogante në cilësinë e kryeministrit që po e bëni. Mos e gënjeni veten se e shqetësoni dikënd, e frigoni dikënd. Këtu duhet t'ju ndihmoj që në asnjë mënyrë mos merakoseni se e shqetësoni apo e frigoni dikënd. Tash nuk duhet ta uli nivelin e debatit. Nëse mendoni ashtu, caktoni një kohë, mos detyrojeni ju t'i ngreni për veshi, shqiptarët do dalin të sheshi Maqedonia, sheshi Skënderbeu, Tetov, Gostivar, Manastir, kudo qoftë edhe nuk ke nevojë vrapojsh. Po ajo çështje nuk dihet ku shkon pastaj. Është njerëzore, është etike, është politike, për gjitha këto çështje politike që them, ju edhe të kërkoni falje për këtë qasje. Nga ana tjetër, kryeministri Miskoski nga foltorja e kuvendit tha se ai punon në mënyrë të barabartë për të gjithë qytetarët, pa dallim etnie. I pari i qeverisë deklaroi se nëse dikush duhet të kërkojë falje qytetarëve, duke përmendur atyre të Kostivarit, Tetovës e Sarajit, të cilët si shta mbushnin në autobuset edhe iknin nga vendi. Sipas Miskoskit, ai është pikërisht Bashkimi Demokratik për Integrim, sepse ka qenë më gjatë se të gjithë në qeveri. Unë mendoj për shqiptarët sepse nuk e humbas kohën time si kryeministër duke luajtur futboll e basketbol në zyrë, por realizoj projekte bulevarde të reja. Së bashku me bashkëpunëtorët në koalicion, rrisim pensionet, sjellim investime të huaja, rrisim pagat. Nuk e humbasim kohën me kurdiset e nderësh, kush do të gërmoj qymir, kush do të sjell mazut e kështu me radh. Ne përpiqemi të ndërtojmë kanalizime të reja, ujësjellës së rinj, stacione të pastrimit, bulevarde të reja. Kjo është ajo ku e përdor kohën që kam në dispozicion. Ju kuptoj që në atë mënyrë, ashtu siç sot mu drejtuat mua, doni të tregoni se sa të fort jeni, e tani luajnë në futboll. S'na intereson çfarë mendojnë të tjerët e kështu me radh, por mendoj që keni gabuar. Këto akuza nuk mbaruan me kaq. Këta të fundit u përplasën edhe për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Deputeti BDI-s pyeti se ku është i ligji, pasi si shta janë bërë mbi 6 muaj dhe nuk dihet se çfarë ndodh me ligjin dhe shtoi se u tha se kanë grupe punues, por asnjëherë nuk është bërë e ditur se kush është pjesë e atij grupi. Ndërkohë, kryeministri Miskoski ja tregoi një dokument Bexhetit, ku si shta, me rekomandimin e qeverisë BDI LSDM është fuqizuar balancuesi, ndërsa shtoi se ligji për përfaqësim të drejtë është gati që para 6 muajve.